إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Falëndërimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe atij I kërkojmë ndihmë. I kërkojmë Allahut të na mbrojë nga e keqja e vetvetes son dhe nga e keqja e punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush ta humb, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush ta udhëzoj tjetër veç tij. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut që është I vetëm dhe I pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për të, është rob njeri I dërguar I Allahut dhe vula e profetëve. Thot Allahu Azza wa Jall në librin e tij të begat në Kur'anin fisnik: O ju që keni besuar, jeni të përkushtuar, të devotshëm ndaj Allahut me një përkushtim të vërtet, e të mos ju gjej vdekja vetëm se si musliman. Në këtë ditë të kësaj xumaje, të këtij muaji të begat, të dashur besimtar, do ndalemi në një temë shumë të rëndësishme për ne si besimtar, si musliman. Do ndalemi në lidhje me leximin e librit të Zotit ton dhe vlerën që ka. Se ne si musliman besojmë Allahun një të vetëm si Zotin krijuesin e qiellve dhe të tokës dhe si sunduesin e tyre. Besojmë edhe gjithë profetët e tij, që nga I pari Ademi alayhis salam, po deri tek I fundit profeti Muhammed, për cilin ne jemi urdhëruar që ta ndjekim atë hap pas hapi, fjalë për fjale, e porosi për porosie. Por Allahu gjithashtu ne na ka sjellë dhe një libër të begat, një libër shumë të rëndësishëm, fjalët e tij fisnike në Kur'anin e tij famëlart. Kështu që do të ndalemi në këtë ditë të Ramazanit, në këtë ditë xumaje, në lidhje me rëndësinë që ka leximi I këtij libri madhështor Kur'ani. Allahu Azza wa Jall thot në librin e tij: Ja eyyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. O ju njerëz, I drejtohet Allahu Azza wa Jall gjithë njerëzve, pra që ata dëgjojnë, që ata të marrin mësim, që ata të kthehen. Juve u ka ardhur këshill prej Zotit tuaj, pra ky Kur'an. Allahu e cilëson si këshill, dhe jo këshilla më e bukur, më e mirë, më e lartë. Jo vetëm që është këshill, po është dhe shëruese atë që mbartin kraharorët tuaj, sepse me të vërtet kraharorët tanë si njerëz kanë probleme të shumta. Asnjë njeri nuk mund të thotë që unë në zemrën time, kraharorin tim, shpirtin tim, s'kam asgjë të keqe. Po e vërteta është se mbart shumë probleme secili prej nesh, kështu që Allahu e ka sjell të Kur'an, e ka sjell këshill dhe e ka sjell shërim për atë që mbartin kraharorët tanë, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, dhe udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Ky Kur'an, o vëllezër besimtar, është udhëzim, është udhëzimi më I mirë. Ky na tregon rrugën e vërtetë. Ky na tregon atë çka kërkon Zoti jon prej nesh. Ky na tregon ne ç'është e mirë për jetën tonë. Ky na tregon ne se si duhet të ecim, si duhet punojmë, si duhet besojmë, si do të jemi mbi këtë tokë, dhe ky na tregon se si ne do t'i kemi përfundimet tona, dhe është mëshirë për besimtarët. Allahu Azza wa Jall është I gjithë mëshirshëm, dhe ai e ka zbrit të libër mëshirë për ne besimtarët. Sa më shumë ti përmbahemi këtij libri, aq më shumë më afër mëshirës së Allahut Zotit ton jemi. S'ka dyshim që pasimi I këtij libri, ndjekja e këtij libri është udhëzim
dhe lënia e këtij libri është humbje dhe dështim. Thot Allahu në Kur'an: "Qad ja'akum min Allahi nur wa kitabun mubin." Ju ka ardhur prej Allahut dritë dhe libër i qartë. Ky Kur'an është dritë, e ndriçon njeriu në errësirat e humbjes, në errësirat e kotësisë të çdo niveli, qofshin ato në lidhje me besimin, qofshin ato në lidhje me moralin, qofshin ato në marrëdhënie të ndërsjellta ndërnjerëzore. Pra është dritë dhe është libër i qartë. Ta qartëson mirë ç'është e saktë, ç'është e pasakt, ç'është e duhura, ç'a nuk duhet bëhet, çfarë duhet ndiqet dhe çfarë duhet lihet. Prandaj thot Allahu më pas: "Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam." Me këtë libër Allahu udhëzon atë që ndjek kënaqësinë e Zotit. Kush ndjek kënaqësinë e Zotit, pra kush e beson Allahun, kush e don Zotin e tij dhe kush do që të bëjë atë që kënaq Zotin, Allahu e udhëzon me këtë libër, e udhëzon me Kur'anin dhe e udhëzon atë për në rrugët e paqes, pra në rrugët e shpëtimit. Pra në çdo drejtim që ai merr, nëse është në këtë udhëzim, në udhëzimin e Kur'anit, pra është në rrugën e paqes, në rrugën e shpëtimit. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'ithnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dhe ai nxjerr prej errësirave në dritë me lejen e tij dhe udhëzon në rrugën e drejtë. S'ka dyshim që ky libër është libër madhështor. Në të janë lajmet e atyre që kanë qenë para nesh, të popujve të shumtë, të profetëve me ndjekësit e tyre apo me kundërshtarët e tyre, edhe siç ka ndodhur me ta. Gjithashtu në të është lajmi çka do të vijë më pas në librin e Allahut Azza wa Jall. Në të gjendet gjykimi, pra se si ne duhet gjykojmë mes njëri tjetrit. Ai është libër i qartë, i prerë, ai nuk lën vend për dyshime edhe për vendimet kota. Nëse njeriu ndjek të libër, s'ka dyshim që tekat e tij, endjet e tij, dëshirat e tij do të jenë në rrugën e duhur. Ulemat, dietarët nuk ngapen me këtë libër. Sa më shumë e lexojnë atë, aq më shumë kanë dëshirë të mësojnë dhe të marrin dije prej tij. Sa më shumë e lexon robi këtë Kur'an, ai kur nuk lodhet me të, kur nuk mbarojnë mrekullitë dhe habit që Allahu Azza wa Jall ka sjell në këtë libër. Prandaj ai thot: "Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha, mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, dhalika huda Allah yahdi bihi man yasha, wa man yudlilillahu fama lahum min had." Allahu ka zbritur fjalën më të bukur, pra Kur'anin. Ai është një libër i ngjashëm, pra në citatet e tij, në ajetet e tij, nga fillimi në fund ka shumë ngjashmëri. Prej tij, pra, prej leximit të tij apo dëgjimit të këtij libri, u rrënqethen lëkurat atyre të cilët e kanë troje Zotin e tyre, Allahun. Pastaj lëkurat e tyre zbuten dhe zemrat e tyre zbuten në përmendjen e Allahut Azza wa Jall. S'ka dyshim që ky është udhëzimi i Allahut, me të cilën ai udhëzon këtë doj. Dhe atë që humba Allahu Azza wa Jall nuk do të djesh për të udhëzues. S'ka dyshim që Allahu Azza wa Jall për ata të cilët përpiqen dhe lexojnë fjalën e tij, Kur'anin, dhe përpiqen që ta mësojnë atë, Allahu Azza wa Jall ka vendosur shpërblime të madh. Ka vendosur shpërblim të madh. Leximi i Kur'anit është fitimi më i madh i besimtarit. Allahu thot: "Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli innahu ghafurun shakur." Ata të cilët e lexojnë librin e Allahut dhe kryejnë namazin dhe shpenzojnë nga ajo që Allahu u ka furnizuar, qoftë në fshehtësi apo qoftë publikisht, padyshim që të tillët shpresojnë tregti që nuk dështon kurrë, pra tregti me Zotin, që presin shpërblimin prej Allahut Azza wa Jall. Kështu që Allahu do t'u plotësojë atyre shpërblimet dhe do t'u ashtojë mirësinë e tij. S'ka dyshim që Allahu është
falas dhe është mirënjohës. Kush dëshiron që të jetë i qetë, që të jetë rahat në shpirtin e tij, në veten e tij, pra të ndjej siguri, qetësi, duhet të lexoj Kur'anin. Allahu thot në librin e tij në Kur'an: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Ata të cilët besuan dhe u qetësohen zemrat me përmendjen e Allahut. S'ka dyshim se duke përmendur Allahun qetësohen zemrat. Pra ai që lexon Kur'anin, sa më shumë ta lexoj, aq më shumë kënaqësi, aq më shumë rehati dhe aq më shumë qetësi ka për nxjerr në veten e tij. Ai i cili lexon Kur'anin, mbi të zbret mëshira e Allahut Azza wa Jall, zbret qetësia e Allahut Azza wa Jall, e mbulon mëshira e tij. Tregon një nga shokët e profetit Muhammed, Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari jon, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për të, ka thënë: sa herë që disa njerëz mblidhen në një shtëpi prej shtëpive të Allahut, pra në xhami, edhe lexojnë në të librin e Allahut dhe mësojnë atë mes njëri tjetrit, mbi ta zbret qetësia. Ata i mbulon mëshira e Allahut. Ata i rrethojnë engjujt me lajket e Allahut Azza wa Jall, dhe vetë Zoti i Madh Allahu i përmend të tillët lart tek ai, pra me lajket që gjenden pranë Allahut Azza wa Jall. Ata të cilët janë lexuesit e Kuranit, që vazhdimisht e lexojnë atë, s'ka dyshim që këta janë njerëzit më të afërt me Zotin e vet. Thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, se profeti Muhammed ka thënë: "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatu. Allahu Azza wa Jall ka familjar prej njerëzve. Pse thot familjar? Sepse familjarët njerëzit më të afërm për njeriu. Ata janë më pranë tij gjithmonë. Kështu që Allahu Azza wa Jall do t'i cilësoj këta si njerëz që i ka pranë vetës, që i ka afër. Ata thanë: o i dërguari i Allahut, cilët janë të tillët pra? Kush janë ta njerëz që kanë familjar të Zotit? Ai tha: hum ahlul Quran, ata janë familjarët e Kuranit, pra ata janë ata të cilët janë pranë Kuranit, ata që janë afër Kuranit, ata që lexojnë shpesh Kuranin, që lexojnë atë vazhdimisht. S'ka dyshim që të tillët janë të afërmit e Allahut dhe ata janë të veçantë tek Zoti, tek Allahu Azza wa Jall. Pra prandaj dhe ne si musliman, nëse duhet të jemi afër Zotit ton, të jemi të veçantë për Allahun Azza wa Jall, sa më pranë duhet të jemi librit të tij, sa më pranë fjalës së tij, sa më pranë Kuranit, sa më shumë ta lexojmë atë. S'ka dyshim që me këtë libër, Kuranin, famëlart, Allahu Azza wa Jall i ngren lart njerëzit e tij. Një ditë prisi besimtarëve Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu në udhëheqjen e tij, pra ishte në Medinë dhe në qytetin e Mekës, kishte lënë një mëkëmbës të tij. Kur ai shkon në Mekë, para se të hyjë në qytet, i del pra mëkëmbësi i tij ose valiu i tij për ta pritur, sepse ai ishte Umar ibn Khattab, ishte udhëheqësi i madh i muslimanëve. Mirë po Omeri kur e pa, pra nuk i pëlqeu kjo dalja e tij dhe i tha: o filan, kë ke lënë ti Mekë? Pra pse e ke lënë Mekën vetëm? Kush po udhëheq Mekën tani? Kush po kujdeset për Mekën? Tha: o prisi besimtarëve, u kam lënë atyre një person. Cili është ai? Tha: ai është Ibn Abza. I tha: cili është ky person? Ky është një rob prej robërve tanë, pra një njeri skllav që kishte qenë skllav. Dhe i tha: o filan, i ke lënë, tha, Mekës, në kryet Mekës ke lënë një skllav? Tha: o prisi besimtarëve, tha, ai është hafiz i Kuranit. Dhe ai është njohës i mirë i ligjeve të trashëgimisë. Pra që e din Kuranin përmendesh, por që është shumë i njohur për anën legjislative, pra të ligjeve të Zotit. Atëherë, nëse është kështu, tha Umeri, unë kam dëgjuar profetin tuaj të thotë: inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwam wa yad'u bihi akharin. Allahu me këtë libër ngren lart disa njerëz dhe ul poshtë disa të tjerë. Pra ngren lart një njeri të thjesht që ti mendon se ky s'është asgjë, por nga që është i lidh me Kuranin,
e njeh Kur'anin, e beson, e zbaton, e praktikon, i njeh ligjet e tij, është i përpikt me të, Allahu e ngren lart. Ama një tjetër mund të jetë me pozitë ndoshta tek sytë e njerëzve, shumë lart, qoftë në apo në pasuri apo në diçka tjetër, ama nuk ka asgjë nga ky libër, është larg këtij libri, ai është i ulët tek Allahu Azza wa Jall. Zoti mos na bëft prej të tillëve. Gjithashtu Kur'ani një veçori tjetër e tij është se Allahu atë e ka bërë ndërmjetësues në ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit kur njerëzit janë para Zotit, ku kanë nevojë shumë për ndërmjetës, kanë nevojë për njerëz, kanë nevojë për dikën që të ndërmjetësojë te Zoti i tyre, që t'i kërkoj falje Zotit për ta, që t'i kërkoj amnistie Allahut, pra që ta tejkalojnë atë vështirësitë të tmerrshme që janë para Allahut Azza wa Jall. Në atë vështirësi kanë shumë nevojë që të kenë mik para Zotit. Miku më i afërt për njeriu në atë ditë s'ka dyshim që do të jetë ky libër, Kur'ani. Prandaj thotë Abi Umama, një nga shokët e Profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, thotë iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi. Lexojeni Kur'anin sepse ai do të vijë ditën e Kiametit si ndërmjetësues për të zotët e tij. Pra ata që e kanë lexuar Kur'anin në këtë dynja, Kur'ani do të vijë ndërmjetësues për ta në ditën e gjykimit. Gjithashtu thot profeti Muhammed alayhi salatu wasalam që agjërimi dhe Kur'ani do të vinë si ndërmjetës në ditën e gjykimit tek Allahu Azza wa Jall. Do thot agjërimi: o Zoti im, unë këtë thot të njëri e kam privuar gjatë ditës nga pija, nga ngrënë dhe të pit, pra e kam mundu. Kështu që ma mundso mu të ndërmjetësoj për të. Pra që ti ta falësh për hatrin tim, pra thot agjërimi. Pra, ndërsa i vjen Kur'ani, thot, o Zoti im, unë e kam privu këtë nga gjumi natës, pra sepse ai që lexon Kur'an do marrë nga koha e tij, madje do përpiqet marrë nga ajo koha që ai është i lirë, por ndoshta edhe duhet të shtyj veten e tij që edhe nga ajo koha që e ka më të nevojshme gjumin, ta privoj veten e tij nga kjo dhe të lexoj Kur'an, kështu që do të vi Kur'ani si ndërmjetës në ditën e gjykimit. Ka shpërblim të madh leximi i Kur'anit. Madje çdo fjalë, të cilën çdo shkronjë që ti lexon, Allahu shpërblen. Prandaj thot profeti Muhammed, kush lexon një harf, pra kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut, me të do të ketë një sevap, pra një shpërblim. Dhe një shpërblim tek Allahu, një sevap, Allahu ta quan, ta shumëfishon me 10. Pra, ti bën 1, Allahu të shkruan 10. Dhe unë nuk them që alif lam mim, pra që janë një harf, po alif është një shkronjë, mim një shkronjë dhe lam një shkronjë. S'ka dyshim pra vëllezër që mirësitë dhe vlera dhe lartësia e fjalës së Allahut është e shumë. Ne lutim Zotin ton, Allahun Azza wa Jall, që të na ndihmojë, na mundsoj që ne ta përmendim atë sa më shumë, ta falenderojmë atë dhe të jemi mirënjohës ndaj tij ashtu siç e meriton Allahu Azza wa Jall, dhe ta adhurojmë, t'i dedikohemi fesë tij në mënyrën më të bukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij dhe udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, i cili është i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut. Porosis veten time dhe ju për takuan, për devotshmërinë, pa jemi të përkushtuar ndaj Allahut, pra ndaj fesë së tij, sepse ai që i përkushtohet Allahut, Allahu e ruan atë dhe ndihmon, dhe ai është i mjoftueshëm për këtë njerëz. Ne vëllezër besimtar duhet i përkushtohemi shumë dhe t'i dedikohemi shumë t'i librit Kur'anit të begat. Le të nxisim vetët tona, familjarët tanë, fëmijët tanë, të afërmit tanë që të lexojmë sa më shumë
këtë libër në këtë muaj të begat, në muajin e Ramazanit. Sepse në muajin e Ramazanit është bërë dhe zbritja e këtij libri. Allahu thot në Kur'an: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji i Ramazanit në të cilën ka zbritur Kur'ani është udhëzim për njerëzit dhe sqarues i udhëzimit dhe ndarës i të vërtetës nga e kota. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më aktiv në veprimin e të mirave, e punëve të mira, por ai ka qenë akoma më shumë aktiv në Ramazan, kur vinte meleku Xhibril dhe e takonte, dhe ai e takonte për çdo natë dhe lexonte me të Kur'anin. Pra Xhibrili alayhis salam, meleku më i madh i melekëve të Allahut, Xhibril Amin, Xhibrili besniku i Zotit, i cili ka sjell fjalën e Allahut dhe ja ka komuniku profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Ai në Ramazan vinte dhe dëgjonte prej Muhamedit se si ai lexonte Kur'anin. Pra e lexonte Muhamedi, profeti i Allahut, e dëgjonte Xhibrili. Ai lexonte, dëgjonte. Edhe në Ramazanin në të cilën profeti Muhammed do vdiste më pas në vitin atij Ramazani, erdhi edhe lexoi 2 herë. E lexoi Kur'anin nga fillimi deri në fund me Xhibrilin për çdo natë, pra nga fillimi deri në fund 2 herë. Pra kjo tregon rëndësinë e madhe që profeti jon Muhammed, Allahu ja kishte mësuar Kur'anin dhe e dinte atë më së miri, po tregon që vlerën që ka leximi i Kur'anit dhe në Ramazan. Prandaj secili prej nesh besimtar le t'i dedikohet Kur'anit në këtë muaj, të lexojë sa më shumë për ti, të vendos që më së paku 1 herë ta mbaroj leximin e Kur'anit nga fillimi deri në fund në këtë muaj. Pra të lexoj librin e Allahut Azza wa Jall, sepse libri i Allahut Azza wa Jall është fjala e tij, është fjala e Zotit. Pra është një mesazh nga Allahu Azza wa Jall. Imagjino nëse dikujt prej nesh do t'i vinte një mesazh në telefon. Edhe më mesazhi më i pavlefshëm, ai më një herë lexon. Po t'i vinte një mesazh nga një person i rëndësishëm, jo vetëm që do ta lexonte, do e mbante aty, do t'i rikthehej, do kënaqesh, do e shihte prapë. Do kishte mall, sikur ta shikon, sa i pëlqen mesazhi nga njerëz të rëndësishëm për të cilëve ai mund të përfitojë diçka. Po mesazhi nga Allahu Azza wa Jall, nga Zoti i qiellve dhe i tokës, i plot fuqishmi, i lartësuar, i patmeta. S'ka dyshim që ai është libri më i lartë, është libri më i vlefshëm që kërkon prej nesh që ta lexojmë atë, sidomos në këtë muaj besimtar. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na e pranojë agjërimin ton, e pranojë namazet tona, e pranojë leximin e Kur'anit. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na japi çdo të mirë në vetët tona, në familjet tonë, në të afërmit tanë. E lutim Allahun Azza wa Jall na i fal gabimet tona, gjunahet tona, t'i fal prindërit tanë, ata që janë të gjallë dhe ata që kanë vdekur. I lutim Allahun t'i fal besimtarët dhe besimtarat, muslimanët dhe muslimanët. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na ndihmojë ne dhe t'i ndihmojë muslimanët kudo që janë.